Bota është shumë e bukur, pa diskutim. Vetë poezia ime e ka dhe gjithë dimensionin e magjepsis që ka bota, por raporti që vendosun me shumë gjëra është një raport më duket se mëkati është i përhapur, mëkati është një gjendje, ne jetojmë në mëkat, për mendimin tim. Po jo në atë mëkatin që e serum pak më, jetojmë në mëkat si në një gjendje vetë pranimi të papërsosmërisë. Edhe kjo është një gjë e studiuar, nuk është një gjë që thjesht e mendon njeriu vetë. Në papërsosmërinë e vazhdueshme qëndron edhe madhështia e njeriut, për mendimin tim. Dhe kush predikon të kundërtën, domethënë është në retorik. Dhe unë kam lexuar një libër të Philip Rothit që e kisha menduar vetë që po të them tani, të them vërtetë, po e gjeta dhe pata kënaqësinë që e gjeta te një shkrimtar amerikan që ka një personazh tek libri i tij, një pastorale amerikane, është libri shumë i rëndësishëm i tij. Dhe pak a shumë thotë këtë gjë që ky njeriu thotë që kjo qendje e papërsosur, e papërsëritshme, e vendos në një plan papërsosmërinë me vetë, me lartësinë e njeriu. Se njeriu nuk është. Nga kjo pikpamje unë gjithnjë jetoj mes këtyre raporteve të papërsosmërisë, po quaj. Përse dashuria dhe faji ecin bashkë me poetin? Dashuria është temë qendrore e poezisë, sikurse është vdekja. Faji është faji është venerimi, për shembull, ka herë merr edhe si një përulja, që është raporti me të bukurën, dhe raporti me dashurinë. Dhe vetë poezia që po se ka këtë përmasën e veneracionit edhe të përuljes, nderimit, si më thënë. Ajo s'mund të jetë poezi, por ajo pastaj është në kufi me këtë që thatë ju, me fajen kur është një poezi konkrete, nganjëherë që i dedikohet dikujt. Dashurit janë si dashurit. Fillojnë, vazhdojnë, jetë brenda një magjepsi, pastaj janë si themu nganjëherë, si vdekja e yllit, që zgjat sa lindja e yllit, si më thënë, edhe ndarja zgjat, pothuajse sa dashuria, shndrohet në një raport tjetër që është herë raport malli, herë është raport edhe, siç e thatë ju, faji. Po jo në atë fajin që mund të ketë poet që ndjen fajtor për një gjë. Në poezinë time, kjo ndjesi është më shumë veneracion, për mendimin tim, dhe nderim. Që përmes metaforave, në mënyrën si shprehet, duket sikur është një ndjesi borgji, ndaj subjektit të temës. Jemi zhvendosur tek pasqyra e dytë, që unë e quaj mëkati dhe dashuria. A është mungesa dashuri ose dashuria mungesë? Mungesa të dyja janë, sepse ato varet nga se janë një gjendje që ndryshon.